askush me ditë se me cilën palë është hapur tamam edhe me pasu vetëm atë palë edhe më largu pitën atë palë. Kështu që shumë sahabi që kanë të njoftën me ilm me dituri, sikur që është Ebu Hurajra dhe Abdullah ibn Umar e tjerë, janë largu pitën gjitha palëve. Thot Ibn Hajari rahimahullah transmeton një fjalë të Ahnaf ibn Qaisit. Thot e kom taku Talhan, se dhe kom taku thot Zubair ibn al-Awwam, pasi që thot ka fillu fitnja Uthmanit dhe njerëzit vetëm e kanë rrethu Uthmanin radhiyallahu anhu, ja kanë bërë një farë bojkoti, nuk e kanë liru as më dal jashtë, as më falë me musliman, as më marr ujë, as më marr ushqim. Thot ju kom thonë, jeni ndijeni me atë që ka ndodhur Uthmanit radhiyallahu anhu. Dhe shumë pak shpresoj që ai ka me dalë gjallë për këtij bojkoti, për këtij inhisari që ka bërë, në të kavarisht, atëherë të çka më këshilloni. Thot të dytë me kanë këshillu, më kanë thënë Ali të vi Ali. Por paso Ali radhiyallahu anhu. Do të thonë, volën pi aty që ka shkën pas Ali radhiyallahu anhu, jo pas tjerëve. Do të thonë kanë jetë shej me kuptuar që mas Aliut njeri më meritor për këtë punë, për hilafet, është Ali radhiyallahu anhu, mas Uthmanit, nuk është askush tjetër. Gjithashtu thot, kur kom shku në Mekë, thot, e më taku me Aisha radhiyallahu anha dhe kom tregu që Uthmani radhiyallahu anhu është vra, kom kërku për saj nasihat, thot më ka këshillu, më ka thonë, thot, alejke bi Ali. Thot prapë më ka porësit Allah Aisha radhiyallahu anha që me pasu, me kom për atyne që ka respektoj porësit Ali radhiyallahu anhu e jetë dikuj tjetër. Thot kur ka fillu betejja Marakatul Jamal e devës, se la zhvillu rreth devës Aisha radhiyallahu anha, thot ju kom thonë, thot vallahi la uqatilukum, për Allahun thot nuk ju vras, nuk ju luftoj juve, nuk do t'ju luftoj kundër jush. Për arsye ju jeni ata që do të keni këshillu që me kon krahas Alit radhiyallahu anhu. Mirë po thot, gjithashtu thot, nuk mund t'ju vras jush në mesin e juj, është edhe Aisha Ummul Mu'minin, nëna besimtarëve, e cila gjithashtu edhe ajo ka porosit që t'jam për aty një që ka pasaj Ali radhiyallahu anhu. Mirë po gjithashtu nuk do të luftoj kundër Alis radhiyallahu anhu, sepse ju më keni porosit që me pasu Ali radhiyallahu anhu. Dhe më thonë, ky i ka bërë itizar, o distancu, o largu për gjitha fagëve, nuk ka marrë pjesë. As në luft krahas Ali radhiyallahu anhu, as nuk ka marrë pjesë krahas Aishës, Talhat dhe Zubairit. Mirë po dhe më thonë, i ka bërë itizar, o distancu, o largu për gjitha fagëve. Thot Imam Dhahabiu rahimahullah, sa i përket Abdurrahman ibn Muljim, thot ne shpresojmë tek Allahu subhanahu wa taala që ai me kom një banor e xhenemit dhe me meritu dhe ndihmimin e Allahut azza wa jall në xhenem. Gjithashtu thot, sa i përket vrasjes së Uthmanit, Zubairit, Talha, Said ibn Jubair, Ammar ibn Yasir, Kharija dhe Husayn, thot gjithë të vrasjes të këtyre personave thot, shpresojmë që të ta kenë njëjtin vend, njëjtin dënim ose të njëjtin merit, ashtu thot sikur që ka Abdurrahman ibn Muljim, ka të njerëz dhe vra pa drejtësisht. Mirë po thot, ne distancohemi tyne, nuk biduhum fillah, i urrej për hir të Allahut subhanahu wa taala, dhe më thot edhe çështjen e tyne janë Allahu subhanahu wa taala. Më thot, ta njerëz janë për aty njerëzve që nuk e vlejnë ose nuk i meritojnë që të lavdërohen për punë që kanë bërë përkundazi, urrejnë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe çështjen e tyre e lejmë Allahut azza wa jall. Allahu azza wa jall do të gjykon ditën e gjykimit për ta. Gjithashtu, nuk janë për aty njerëzve që kanë nxjerrën mbi dinin e Allahut subhanahu wa taala, është për qëllim pra vrasësit e këtyre sahabëve. Mirë po, janë njerëz fasiqin, njerëz do të thonë që kanë tërkalu kufitin e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu janë mujrimin, janë për aty kriminalë. Mirë po, nuk e kemi mendimin që këta janë kufar ose dalë në dinit Allahut azza wa jall, edhe pse kemi domethënë qendrim që i urrejnë për hir të Allahut subhanahu wa taala, prapse nuk jemi të atil ose nuk është mendimi i Ahlussunnah wal Jamaa që këta kanë dalë në dinit Allahut azza wa jall ose që këta janë kafira. Kemi ashtu, aty ne shkojmë për dubi tyre, atëherë kemi qendrim ndaj tyre ashtu sikur që ka
Islami ndaj çdo personi i cili pendohet dhe kthehet në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Është edhe një mesele që ka shumë e ndihshme, mirëpo disa mëshajikh ose disa ulema e kanë thënë disa fjalë lidhur me këtë çështje. Ne si musliman do të patjetër kemi mendim të mirë si për Ali radiallahu anhu, si për Muawiya radiallahu anhu, si për Aishën, Zubairin, Talhan e shumë sahabe që kanë marrë pjesë në këtë kohë, në këto fitne. Mirëpo megjithatë shtohet pyetja, cila palë ka qenë më afër haput vërtetës? Ajo që transmetohet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është ka thënë për vrasjen e Ammarit radiallahu anhu, ka thënë taqtulhu al-fi'atu al-baghiya, al-baghiya. Të kanë me vra një grup i cili do të thonë kanë çukry kundër Alit radiallahu anhu. Do të thonë janë njerëz që kanë bërë khuruj, jo që kanë dalë me dinit Allahut azza wa jall, mirëpo në farforme nuk kanë qenë dërgjeshëm, nuk kanë për urdhave të halifës. Do të thonë Alit radiallahu anhu. Dhe kështu që Ammar radiallahu anhu e ka vra, jo është vrapi kundërshtarëve të Alit radiallahu anhu, kështu që ata kanë qenë ata bogat. Gjithashtu një hadith tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për xhavarisht yakhrujuna ala ikhtilafin bain al-muslimin. Kur ka folur për xhavarishve se kur do shfaqen ata, ka thënë pejgamberi se ata do të shfaqen në një moment kur muslimanët do të kenë mospajtime mes vetë. Thot atëherë taqtulhum awla ta'ifatayn, atëherë këta xhavarisht do t'i vret, do t'i lufton dikush që është më së afërmit të vërteta të hapur. Xhavarisht i ka vra Ali radiallahu anhu në ushtrinë e tij. Kjo ja për kuptu që Ali radiallahu anhu ka qenë për atyne awla ta'ifatayn bil haqq, më thënë për njerëzve që ka qenë më së afërmit të hapur të vërteta. Mirë përse gjithë që tjetë, prapë se prapë, nuk ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ky ka më qenë hak, dhe më thënë plot, me po ka thënë që dhe tjetë më afër të vërtetës. Më thënë, të dy hadithe të regojnë se Aliu radiallahu anhu me palen e ti, me përkrasit e ti, ka qenë më afër se vërtetës, mirë përsi dhe që vjen, nuk ka qenë vërtetën krejt. Se sikur kishtë qenë vërtetën, atër kishtë ardhë hadith, dhe një shprehje tjetër, se kur që është kullu, ose dhe një shprehje tjetër, që ka simbolizan, ose të regon, ose jam e shemë me kuptu, që Aliu është në vërtetën krejt. Mirë po, dhe më thënë të regon se kjo është më afër vërtetës, mirë po ka dhe tjerë që kanë një arsye, edhe që kanë diçka për vërtetës, në zemrat e tyne, në mendimet e tyne, me që thatë nuk e kanë gjetë të vërtetën, mirë po disa kanë gjetë më shumë, e disa më pak, kurse Aliu radiallahu anhu me grupin e tij ka qenë më afër të vërtetës. Për këtë kanë thënë ulemaja rahimahullah, Aliu radiallahu anhu ka qenë ai i cili i ka luftu xhavarisht dhe ka thyer një derë të fortë të armiqve të Islamit të muslimanëve, me po muslimanët i mëzuar këtë veprim që kanë bërë gjithë, që kanë qenë kohën, edhe pse kanë pas mospajtime me Aliu radiallahu anhu, i mëzuar këtë punë që ka bërë Aliu radiallahu anhu. Kjo e për kuptu që Aliu radiallahu anhu ka qenë në afër hakut vërtetës, kurse tjerë, ata ka pas diçka për hakut vërtetës, mirë po ka qenë më larg, kurse asnjë nga palë nuk ka qenë domethënë vërtetën 100% ose krejt, mirë po gjithë ka pas diçka. Si të që tjerë, mendimi i ahlusunneve wal jamaa me vërtetë është që Aliu radiallahu anhu ka qenë më afër të vërtetës, gjithashtu edhe për Muawiya radiallahu anhu, edhe për Talhan, Zubairin, Amr ibn al-As dhe shumë sahabë tjerë nuk kanë mendime të keqe, sikur që kanë Rafidit, nuk kanë mendime të këqija ndaj tyre ose bindje të këqija, mirë po e kanë mendimet ashtu siç do të pas një pasuesi rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që me çu të rahum, me çu rahmet për ta, me kërku tek Allahu azza wa jalla që Allah më kanë i kënaqur ndaj tyre, dhe me çfarë ndaj tyre çka i ofendon ata bën ta qoftë duke qujtë qatira, ose fusat, ose shprehje ndryshme, çka ata janë larg për atyne gjona ose për atyne akuzave që i akuzojnë, qoftë Rafidi ose njerëz tjerë që s'kan dije për lidhje me çështjen meselet e kësaj ndëllije që ka ndodhur mes muslimanëve, posaçërisht
fitnë që ka ndodhë pikos Osmanit radiallahu anhu dhe kohën e Alit radiallahu anhu. Ajo që do të kemi parasysh, vëllezër të nderuar, është që do të